Thot pejgamberi sa më shikon, domethënë djathtas vepra që ka bo, majtas vepra që ka bo, që kam para vetës dënimi, a ka me shpëtu apo jo. Allahu Gjelle Wala para ti duke prit llogaridhënien, çka ke bo, çka ke me nxjerr nga straca e jetës tonë para Allahut mëndon, çka ke me nxjerr. Po lim xhenetin, po lim shpëtimin nga xhenemi, atë çka ka xhenemi. Me çka? Ndaj të ndonjë, duhet me shtu vepra të mira. Frika nga dalja për Allahut Azza wa Jall. Frika nga peshorja se nuk di ran, a do të vjen ran, është mjaftuar shumë ran. Do bën që me shtu punë të mira, Të ndërrum njëri që i ka 10 euro në xhep, nuk ka mundësi me flet në hotele që janë me 5 yje e 50 euro, s'ka mundësi. Me 10 euro flan diet, bashkë nga parat flan edhe shtatin që shiki. Mirë po, do me flet në hotele me yje shumë edhe konforme të mira, do të më shtu pagesën. Edhe këtu, do në të kallahu rahat me shku, komfort me shku, në varë me konë rahat, në gjenet me konë rahat, shtu e pagesën. Ama pagesa ti nuk bëhet me para as me are, me punë të mira. Andaj frika dalës për Allahut Azza wa Jall, të bën me shtu punë të mira që dalësh tek Allahu sa më vepër mirë. Nga se sa më vepër mirë, më i sigurt je nga dënimi i Allahut Azza wa Jall.